Po, jam Shënret e Gashi, momentalisht drejtorish në shkollën fillore të mesme të Olt Dr. Ibrahim Rugova në Obiliq, po para se të bëhem drejtorish, kam punuar si mësimdhënëse e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Jam i lindur në një fshat afër Prishtinës, aty kam kryer 3 vjet shkollës fillore, pastaj kemi ardhur me familjen në Prishtinë, kam kryer filloren gjimnazin, edhe pas përfundimit të gjimnazit pata regjistruar 2 fakultete, fakultetin ekonomik dhe fakultetin filologjik dhe letërsi dhe gjuhë shqipe. Me fakultetin ekonomik, edhe pse e diplomuar nuk kam punuar asnjë ditë, ndërsa në vitin 1982, në shtator të vitit 1982, jam punësuar në një fshat të komunës së Obiliqit, edhe kam punuar atje si mësimdhënëse e gjuhës shqipe dhe letërsisë për 11 vite. E më vonë kam marrë këtu në Obiliq si mësimdhënëse e gjuhës shqipe deri në vitin 2007, e prej vitit 2007 mandej kam kaluar në pozita zëvendësdrejtor dhe drejtorish e shkollës. Po hi për 63 vjet, ndërsa në Arsën punoj që 40 vjet. Më thonë prej shtatorit 1982. Të punosh me nxënës është një përgjegjësi, por është edhe një kënaqësi kur i sheh frytet e punës tone, edhe kur i sheh sukseset e nxënësve tu, sukseset e fëmijëve të popullit tonë, është kënaqësi. Vitet e 90-ta kanë qenë të vështira për arsimin shqip, për arsye se tekstet ndërroheshin. E kam fjalën për sistemin, ish sistemin komunist, ndërroheshin, hiqeshin pjesë më të mira nga letërsia shqipe, zëvendësoheshin me pjesë të leximit të tjera, dhe ne si mësimdhënës, sidomos ata që kanë studiuar letërsinë dhe gjuhën shqipe, ndiheshim të vobekt, por megjithatë ne kemi punuar me nxënës, ju kemi dhënë shënime dhe i kemi udhëzuar se çka të mësojnë. Pastaj gjatë viteve 90-ta, kur ishte pushteti paralel, po ashtu ka qenë e vështirë. Mirë po, në atë kohë na ka mbajt një shpresë, na ka mbajt një krenari për të kaluarën tonë të javdishme, sidomos për mësimdhënësit në përshekuj sa ka kontribu për çështjen tonë kombëtare, sepse krahas luftëtarëve, mësimdhënësit, mësuesit janë ata që kanë mbajt gjallë të shkruarit shqip, historinë tonë kombëtare, ngjarje të lavdishme, edhe në një farë mënyre kanë shkruar edhe ata historinë e popullit tonë. Kemi qenë të vendosur që të mbajmë mësim, ti pajisim me njohuri nxënësit tonë, na kanë ndihmu edhe prindrit, se si popull kemi qenë shumë të bashkuar, edhe prindrit na kanë ndihmuar shumë, nxënësit na kanë pritur jashtëzakonisht mirë, edhe vetëm kur i kom pas sytë e tyre të drejtuar ka ne, e kemi harruar gjitha dhe kemi punuar. Shikimi i tyre edhe buzëqeshja ëmbël gjithmonë na ka shtu, edhe guximin njëkohësisht na ka bë me mendu që mos nuk po muj me dhënë kontributin aq sa dohet. Kanë qenë vite sa të vështira, aq edhe vite kur një kompaktësi e madhe ka qenë në popull edhe në arsim. Po ne nuk kemi guxuar ta shprehim frikën tonë para fëmijëve në asnjë mënyrë. Ne jemi munduar që t'u heqim frikën fëmijëve kur i kemi dëgjuar për shembull granatimet, ose kur kanë treguar fëmia se është dikush i armatosur, ose se kanë dëgjuar të shtëna afër rrugës për në shkollë. Gjithmonë ne ju kemi dhënë zemër atyre, edhe prindërit e tyre se janë të sigurt në shkollë, edhe jemi mundu që ta ruajmë një farë mënyre atë siguri ta kemi për nxënësit tonë dhe në asnjë mënyrë të mos përhapim panik, ose të mos dorëzohemi, po kemi qenë edhe me të vendosur.